Dhe ne duam që në vijim të rrisim numrin pikërisht të rinjve që duan vetë punësohen. Dhe nuk flasim këtu për start-up, flasim për gjitha llojet e gjërave. Të rinj që duan vetë punësohen dhe që duan të hapin një biznes të vogël, duam t'i vëmë në fokus të kësaj mbështetje. Që t'i japim, se gjithmonë në momentin e parë është një dorë që mund të jetë dorë fati, mund të jetë dora e prindit, mund të jetë dora e një shoku, dhe këtyre duarve duhet i shtohet mundësia që të jetë dora e shtetit. Buxheti i vitit që vjen është i konsiderueshëm dhe ajo që është e rëndësishme për këtë bisedë është që është buxheti më i madh ndonjëherë për të nxitur punësimin për të rinjt. E kemi rritur me 60%. Shumën e dedikuar për të rinj.